Njeriu sot ka probleme të jashtëzakonshme. Ka probleme me vetbesim, ka probleme me zgjedhjen e orientimit duhur, e stacionit fundit ku dëshiron të mbërrinë, dhe çfarë? Të tjerët pastaj ja ofrojnë zgjidhjen. E thonë, ja, kjo është zgjidhja. Kjo për ty është ilaçi i duhur, ndërsa besimtari duhet të di se nga duhet të niset. Duhet të di se ekziston një tendencë pra që ta devijojnë edhe ta marrin të tjerët ka vetja e tij, e ai nuk e kupton. Për arsye se kemi, domethënë, edhe thënien e Ibn Abbasit, kemi muridin lil khairi la yusibu. Ka mundësi që e ka niyetin e mirë, e ka qëllimin e mirë, synon, ndërsa e ka gjetë rrugën e gabuar. E ne e dim se e vërteta është një. Prandaj edhe jo rastisht i dërguari i Allahut e ka vizatu, ka bërë edhe atë formën simbolike, ka vizatu vijën e drejtë. Dhe ka thonë, wa anna hadha sirati mustaqiman, dhe kjo është rruga ime e drejtë. Pastaj ka vizatu rrugica, wa hadhi subul. Këto janë rrugica të cilat, domethënë, ja marrin njeriu të fokusin, orientimin, e bindin se këto janë rrugë të shkurtra, mirë po këto rrugë të shkurtra kanë një fund që nuk kërkon ose në humbje. A janë tërheqse këto rrugë tjera? Padyshim, se janë të shpejta, e kanë kënaqësinë, e kanë zbavitjen, nuk kërkojnë shumë angazhim, nuk kërkojnë shumë mund, edhe janë shumë joshse.